Ashtu siç ishte paralajmëruar, prej sot fillojnë kontrollet në objektet ku janë të vendosura institucionet shtetërore dhe ato komunale. Në këto kontrolle do të përfshihen të gjitha institucionet me qëllim që të vërtetohet se cilet objekte i plotësojnë dhe nuk i plotësojnë standardet e sigurisë. Kontrollet do të realizohen nga Inspektorati Komunal, nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, si dhe Njësia e Zjarfikësve në Tetov. Në bazë të urdhëresës së kryetarit të komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, Inspektoriati Komunal i komunës së Tetovës njofton se duke filluar nga dita e sotme do të jenë në teren për të kryer kontrole në të gjitha institucionet shtetërore, objekte fetare dhe institucionet kolektive, duke përfshirë shkollat, universitetet dhe kopshtet e fëmijëve. Qëllimi i këtij inspektimi, ku janë të përfshira edhe Njësia Territoriale kundër zjarrit Tetov dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, është të vlerësohen këto institucione a plotësojnë kushtet elementare për funksionim ligjor dhe nëse ofrojnë një mjedis të sigurt dhe të përshtatshëm për të gjithë. Ky proces inspektimi do të zgjat deri ditën e premte. Pas konstatimit të gjendjes faktike, do të përgatitet raport se cilet institucione i plotësojnë kushtet e sigurisë e cilet nuk i plotësojnë. Në qoftë se këto institucione nuk i plotësojnë kushtet, do të merren të gjitha masat adekuate në bazë të ligjit për çështje të sigurisë, për shkak se të gjitha këto kontrolle nga Inspektoriati Komunal bëhen për të mirën e qytetarëve dhe për sigurinë e tyre. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se duke nisur nga dita e sotme, në kuadër të përgjegjësive të saj dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, nisin kontrollet për atë nëse objektet shkollore në arsimin fillor dhe atë të mesëm janë të sigurta. Në një njoftim të Ministrisë së Arsimit, theksohet se komunat duhet të përcaktojnë nëse të gjitha shkollat kanë vlerësim për rrezikun nga fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet e tjera, plan për mbrojtje dhe shpëtim në situata krize dhe rregullore për mbrojtje nga zjarret. Mungesa e çdo dokumenti kërkon veprim të menjëhershëm dhe forcimin e sigurisë së nxënësve gjatë qëndrimit të tyre në mjediset shkollore, theksojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.